Jemi këtu në gjykatën themelore të Gjakovës, ku pritet që të mbahet seanca për caktimin e masës së sigurisë për atë se çfarë ka kërkuar prokuroria themelore në Gjakovë ndaj 4 serbëve të dyshuar për veprën penale për armbajtje pa leje. Derisa ende nuk është bërë e ditur apo nuk është konfirmuar ora e saktë e nisjes së kësaj seance, ndonë se është thënë se e njëjta mund të filloj ose nga ora 13 apo nga ora 14, meqense disa orë më herët është planuar kërkesa e prokurorisë themelore, e cila ka kërkuar masën e sigurisë prej 30 ditësh paraburgimi ndaj 4 të dyshuarve të cilët u arrestuan këtu në komunën e Gjakovës, e që sipas ministrit Xhelal Sveshla dyshuesit të njëjtit janë pelegrinë serb dhe që kishin qëllime të tjera pavarësisht asaj që vepra për të cilën ngarkohen është armbajtja pa leje, sepse atyre u është gjetur 2 thika, por edhe një SPA gjatë kontrollit të automjetit.